Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i hënë 21 prill 2025. Dashi. Do të jetë një ditë ulje ngritjesh. Disa pa kujdesi të rrezikshme. Periudha e reflektimeve të thella. Demi. Për ata që e duan njëri tjetrin për një kohë të gjatë, tensioni justifikuar nga nevoja për të planifikuar një ngjarje të tillë si një bashkëjetesë. Keni vendosmëri dhe forcë të mjaftueshme për të përballuar shumë situata, por për të mos u lodhur, duhet të përqendroheni dhe të bëni vetëm atë që ju intereson vërtet. Binjaket. Humori nuk mund t'i rezistojë kaq shumë provokimeve emocionale. Nëse jeni të dashuruar, mos kërkoni më larg se çfarë keni tashmë dhe shtyni çdo diskutim. Një ditë pak e ngarkuar, shumë angazhime. Gaforia. Nuk vihet në dyshim vlera juaj dhe aftësia juaj për të vepruar, por sot jeni të nënshtruar. Do të pyesni shumë për veten tuaj, veçanërisht për dashurinë. Luani. Sot mund të jeni nervoz nëse dikush përpiqet të vine kundër jush. Nuk do të thotë se jeni ju që ngreni buj, por mund të jeni të shqytur në një sër problemesh që prekin shtëpinë ose familjen tuaj. Virgjëresha. Nëse jeni duke kërkuar për dashuri, diçka lëviz. Do të ndodhin gjëra që do t'ju bëjnë të kuptoni se duhet t'i besoni më shumë intuitës suaj. Peshorja. Çiftet e forta kanë marrë tashmë njohje. Ndryshime për disa radikale. Akrepi. Falgjestit tuaj të bujshëm, shumë njerëz e kanë kuptuar sa vleni dhe sa të domosdoshëm jeni në një sektor të caktuar, mirë. Duhet ta bësh veten të dëgjuar. Shigjetari. Unë ju gjej pak të çorientuar dhe të pakëndshëm për shumë arsye të ndryshme. Bëni kujdes, veçanërisht nëse duhet të diskutoni çështje që lidhen me financat. Britsjapi. Sot ju bëni vetëm gjëra thelbësore, jeni veçanërisht nervoz, edhe nëse një zgjidhje e vogël është e dukshme sot. Një ditë e çuditshme për ndjenjat sepse nuk jeni të kënaqur. Ujori. Ju mund të keni marrë tashmë një lajm të mirë, të tjerat do të vinë. Në dashuri ju rikuperoni tokën. Peshqit. Ka një fazë të komplikuar për të menaxhuar, por vetëm në mëngjes. Jeni në presion, por edhe të motivuar për të bërë, mos u lodhni shumë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.